Fatbarda Shuaipa nga fshati Asim Zeneli e kishte dashur mësimdhënien që në fëmiri dhe ky pasion e shtyu të konkuronte mes 10 studentësh për të fituar një bursë për studimet e larta. Ajo filloi studimet në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër në vitin 1998, kur njëkohësisht nisi edhe punën si mësuese në shkollën 8 vjeçare të fshatit Tranoshisht. Rrugëtimi im ka nisur në vitin 1998. Ku konkurova në Universitetin e Qerem Çabej për të vazhduar profesionin si mësuese. Fillova direkt në punë si mësuese me shkollë të mesme dhe gjatë viteve vazhdova dhe mbarova shkollën e lartë. Unë kur konkurova në konkurs dola e para dhe atëhere aplikova në drejtorinë arsimore dhe shkova mësuese direkt. Gjatë rrugëtimit kam pasur shumë vështirësi, po me ndihmën e bashkëshortit, i cili ishte edhe ai arsimtar, u mundova të punoja me ndeshmëri derisa ja arrita qëllimin tim që kisha, të bëhesha një mësuese e zonja. Vështirësitë, cilat kanë qenë? Vështirësia e parë isha për herë të parë në profesionin e mësueses. Vështirësia e dytë ishte rruga që më bëja nga këmbë nga fshati Asim Zeneli deri në Tranoshisht. Sa vite u bën tashmë në këtë profesion? Tani u bën 23 vite derisa dola në pension. Kam pasur dhe shkëputje, kam qenë pa punë në vitet 98, fillova në arsim deri në 2006. Në 2010 më hoqën nga puna se kisha mbaruar të lartën. Ishte e vështirë? Shumë e vështirë ishte, për mua ishte jashtëzakonisht e vështirë se u shkëputa nga puna më e bukur që e kisha qef, puna me fëmijët. Sa e vështirë ishte të shkëputeshe nga nxënësit? Ishte shumë e vështirë se unë mësova me ata, më dukeshin si kur ishin fëmijët e mi. Dhe po për ta ishte e vështirë? Fillimisht për ta ishte e vështirë, pastaj u mësuan me mësuesen tjetër. E cilëson arsimin si profesionin më të bukur dhe fisnik. Ajo ndan me ne eksperiencat e saj duke theksuar se dikur, pavarësisht kushteve më të vështira, nxënësit kishin një respekt të thellë për dijen dhe mësuesin. Ndërkohë ajo vëren se sot mësimdhënia është bërë më sfiduese për shkak të ndryshimeve teknologjike, dinamikave sociale dhe sfidave që hasin nxënësit dhe mësuesit në sistemin arsimor. Siç kemi punuar ne me mund dhe me sakrificë kemi arritur deri në ditët e sotme, ju jap një këshill fëmijëve të mësojnë, të bëhen dikush në jetë, të jenë të sjellshëm, po një këshill ju jap dhe mësuesve të rinj, që të punojnë me përkushtim në këtë profesion kaq të bukur, po dhe të vështirë në ditët e sotme. Tashmë në moshën 62 vjeçare dhe në pension, Fatbarda ndihet e përmbushur nga karriera e saj si mësuese. Ajo shprehet se edhe nëse do të kthehej pas në kohë, nuk do ta ndryshonte kurrë këtë profesion, të cilin e ka dashur dhe ushtruar me përkushtim. Për të mësuesia nuk ishte thjesht një punë, por një mision që e lidh ngushtë me breza të tërë nxënësish, të cilëve u ka dhënë dije dhe edukat.